Charlie Kirk, kur shkonte tashmë në universitete, mblidhesh me kuqe me maç aty. Mezi prisin të vinte. Rasti i atentatit është dita që janë 3000 vetlla kanë ardhur me Gjunionin që do i japi përgjigje. A kupton çfarë budallik na duket ne? Jo. Po thyej kontrolli i kështjellave marksiste në gjithë universitetet amerikane. Por po i njëjti person që po mblidhte vota për Trumpin në 2020-2024, se këto ka rëndësi tash. Po mblidhte aq shumë vota, vëlla, sa del në gjitha statistikat që Charlie Kirk mund të konsiderohet kyçi fitores për shkak të dy roleve që luajti në fushat. Aftësia e tij për drejtuar një organizat, jo thjesht debati, ëh. Aftësia për drejtuar një organizat që shtriu rrënjën në gjithë universitetet amerikane duke ndryshuar votën e të rinjve amerikan, se Trumpi nuk e ndryshonte dot, po mos që Charlie Kirk, për shkak se duhesh një ndërmjetës që i përshtatej moshës dhe kuptonte moshës, Gen Z, kupton? Nuk ka lidhje me konceptet e Trumpit, atë Altinit, është tjetër koncept. Edhe nga ana tjetër për aleancat ideologjike dhe politike që bëri Charlie Kirk. Ti e di që Kennedy e ka fut në tavolinë me Trumpin, Charlie Kirk, unë se di. E mësova kur e vran. Ky pas ka qenë personi që ka shërbyer për të sjellë votat e Kennedyt, që nuk ishin pak, për të përcaktuar të diferencët. Je di, në zgjedhje mund të kesh, po disa shtete përcaktojnë gjithçka. Dhe ato shtete me pak vota mund ta përcaktojnë gjithçka. Charlie Kirk ishte negociatori kryesor. Dhe Charlie Kirk ishte personi në atë kohë i cili kishte drejtuar një organizatë të suksesshme. Tani marrën zgjedhjet, erdhi Trumpi në pushtet. Charlie refuzoi të kishte post qeveritar. Por figura etike brezi i Gen Z përcaktonte një president të ardhshëm. Ke moshat e reja. Tu është ajo dyshimi im. Tani çfarë ndodhte? Ke bosha e re. Ata konsideronin Charlin si ardhmë. Ti e di që në 2028 Trumpi nuk kandidon dot. Po. Sepse po mbaroi 2 mandate. Bukur. Tani pyetja është kush do të zëvendësoj Trumpin në 2028, po pas Trumpit 2032. Sa vjeç është Charlie Kirk? Dhe fillon të pyetja, a ishte Charlie Kirk kandidati më i garantuar që do mundte çdo forcë demokrate? Po. Sepse po kapte elektoratin që atyret i kanë ëndër me e pas, që s'ka lidhje. Është një elektorat i paqëndrueshëm, i panjohur, që quhet Gen Z. Dhe bëhet fjalë për votat mjaftueshme për të caktuar president. I cili po shpreh tek Charlie Kirk respekt, kënaqësi dhe simpati, pak po krijonte fansat e vet. Në këtë moment Charlie Kirk kthehet mas fitores Trumpit si një kritik i ashpër i sionizmit amerikan që po pengonte realizimin e magës. Dhe këtu fillon historia me Izraelin, ku ai bashkë me Tucker Carlson e Candace Owens, duke në komunikim që kanë, po ndërtoi një lob ke djatha me fokus krishterët, duket ke fjalori, përqendrohen shumë te Krishti, këtë krishterët, për t'i shpjeguar që një sekond, ne jemi të kontrolluar nga këta dërkucat që thot Putini sot. Dhe ai bën këtë gjë duke ka akuzuar Bibi Netanyahu që ka prodhuar shtatetore. Dhe ky është e faktuar tash. E dyta, shkon këtë shtëpia e bardh, lën takim me Donald Trump dhe i thot mos e sulmoj Iranin. E ka bërë dhe këtë. E faktuar, e dokumentuar. E treta, fillon dhe i thot amerikanëve, të rinjve, ne po na e fusin ekonomikisht këta. Fillon dhe thot gjëra. Pse? Sepse tashmë kemi një projekt të ri politik. Projekti i ri politik. Po nuk e mendon për shembull ti që nga një karrierë e ngritur nga këta, nuk po këtu nuk jam dakord. E ngritur nga këta, ta analizojmë çdo të ngritur. Çdo karrierë në Amerikë është ngritur. Atëherë vëlla, unë nuk e besoj pra, 16 vjeç vëlla që unë besoj Greta Thunberg, nuk e besoj dot vëlla. Po pra s'ka lidhje. Tash nuk ka lidhje. Pyetja ime ma dëgjoj pyetjen. Pyetja ime është tu. A mos vall thyrja që pati me dërkucat ishte sepse u zgjua një uri e bazuar në kushtet reale, në statistika reale, që një pëlqyeshmëri e tillë në fushatën e Trumpit mund të kthejë në protagonist për të kapur ëndrrën e madhe nga Turning Point America, të kalonte në president dhe new president of America? Për shembull, kjo është pyetja. Pra, është një thyrje sepse ky vëlla e donte me të vërtet me shpëtu Amerikën, apo duke parë gjithë lëvizjet tha dale vëlla se duke parë Trumpin. Domethënë, gjithë gjëja ka ndodhur kur Trumpi u fuqizu dhe Trumpi bëri disa politika shumë të ashpra kundër AIPAC-ut do bër. Kur bëri Trumpi politikat e ashpra kundër AIPAC-ut, ka ditur se si ti përdori këta të vegjëlit,
të cilët e kanë ndihmuar se ata të velit e mbushin atë enën e madhe, i hodhin treg. Pra të gjithë kanë bërë lojën, ky thjesht ka ndryshuar kraun o vlla. Po nuk është krau për një mision divin. Domethënë, këtu është thyrje vlla, që të jemi të qartë bashkë, Mision pakën divin. bashkë të jemi të qartë. Nuk gjykoj ambicjet e një njeriu politike. Është e gjitha drejta, ka qenë e gjithë drejta e tij Rametliut të kishte ambicet e veta politike për të bërë jo vetëm presidenti i Amerikës, Shpend kam një pyetje. po presidenti i botës. Shpend kam Po, një pyetje, se po, ti mund të japësh përgjigje më të mirë në botë. po. A ekziston mundësia njerëzore për të kuptuar ç'mendon një njeri tjetër? Jo, nuk ka A shans. është vetëm e Zotit? Po. A njeriu kur bën veprime ndërgjegjëse, a ka vetëm e Zotit? Po. A jemi të aftë ta dim? Jo, nuk jemi. Neve Unë e kam përjashtuar. Hipotetizoj, gjithmonë. vlla. Jo, po ta them troç. Unë heq dorë gjithmonë të gjykoj ç'mendon një njeri. Pse e heq dorë? Se unë nuk e di. Unë di ç'vepron. Di ç'flet. Për shembull, kur unë them Trumpi, tjetër gjë tjetër bën. Se shoh veprimet reale. Kur ai bashkon në Abraham, gjë në ndihmë të Izraelit, gjithë vend muslimanë, ai ka bërë goditën më të madhe e Izraelit. Se ka bashkuar muslimanët që janë gjithë luftë me njëri tjetrin në një tryezë vetme. I ka bërë bashkë në një aleancë. Pra duke e dashur në emër të Izraelit për të bërë paqe me vendet muslimane, me marrëveshjen e Abrahamit, ai në fakt çka ka bërë? Ka krijuar një koalicion musliman përballë Izraelit, një darë për ta kontrolluar Izraelin, mos më lënë me bë luftë. Që do të veprimi e përcakton Trumpin, jo ç'mendon Trumpi. Unë më them që ai beson Zot mas atentatit. Po kjo është masë Vlla, e pavërtet, ku e diu. E di se më duket. Pra, unë nuk gjykoj dot nëse Charlie e kishte divine apo pragmatike, se nuk e di. Nuk e di nëse Tucker e ka divine apo pragmatike, nuk e di. As për Candace Owens, e lë më për asnjë. Askush asnjëherë nuk mund të di brenda trurit njeriu çfarë ndodh. Dhe I kam thënë gjithë kur diskutojmë për Sorosin, të shprish qefi, ore më jepni një fakt që më shprish qefi me Sorosin. A e ka thonë herë Sorosi që jo? Nga e keni dëgjuar apo ja u kapturoi me që ti je kundër, duhet të kesh një gjë personale, se kështu e ke jetën tate. Jo, valla, unë kam ndryshe jetën time, se kam ashtu. Problemi qëndron që është vështirë ty shkë mendja e njeriu. Dhe unë pra nuk më intereson fare çfarë mendoni, pse jam prishur me Soros. Unë jam prish për këto parime. Ti thu se jam prish se ka diçka. Ma faktin, veprimin, Ka ngjarjen. diçka, vlla. Pra nuk ekziston mundësia njerëzore për ta ditur se çfarë mendon një njeri. Qëndrojmë te veprimet prap. Bukur, po dim ke veprimet. Te këto veprime vlla. Duke nisur, më thënë, është saga ajo. Edhe vetë vdekja e Charlie Kirk është proces Ekzekutim publik. vdekja me Nuk është ekzekutimi, është spektakël, vrasja, ekzekutimi publik, Është quhet si spektakël. duash, spektakli, show. Është proces, më thënë, është linjë e procesit ose një pjesë e procesit të gjithë botkuptimit vet, më thënë gjithë veprimtarisë politike. Ku ndryshon nga vrasja e Kennedit për të njëjtat arsye? Si? Ku ndryshon nga vrasja e Kennedit? Nga vrasja e Kennedit ndryshon në dy vende vëlla. Fillojmë marr. E para është se në 1961-shin 63-shin Deep State-i sapo kishte instaluar, domethënë shikoi si një fitore mbi patriarkalizmin amerikan e të gjitha me radhë, pra janë konditat, konteksti kod e hapësirë është totalisht ndryshe, kjo ndryshon. Vrasja e Charlie Kirk është në ditët e fundit të Deep State-it amerikan, domethënë është në gërhamat e fundit, është në ditët e veta më të këqija establishmenti i brendshëm deep i fshet underground amerikan. Dhe e dyta, konsekuencat ose veprimtaria që bashkëshortet adekuate kanë dhënë. Jacqueline Kennedy e tregoi, neve të dy e kemi kuptuar, në momentin që u martua me Aristotel Onassis, aty u kuptua domethënë që edhe ajo e bëri dillin sepse dhe ajo e dinte se kush e vrau burrin e vet. Po ndryshe nga kjo misi, nuk bënte gafa publike. Më kupton shpenin? Këtu do hym, s'kemi hyrë ke gafat, se I marrim me radhë. Kjo. Problemi është që ti nuk dhe ndonjë argument në lidhje me vrasjen e Charlie Kirk dhe të Kennedit që ka lidhje me qëllimin. Pra, fillimi i fundit i Deep State-it. Po. Fillimi dhe fundi i Deep State janë dy fakte. Problemi qëndron që ky fundi mund të jetë fillimi i një Deep State-i 3. Nuk e dim. Por fakti që Kennedy dhe Charlie Kirk kanë pas përballë të njëjtin armik. Ky është fakti, numërojmë tash. Projekti I Kennedit, kalimi I Federal Rezervës kontrollin shtetëror dhe kjo është që e vrau. Po. Po të shohësh Charlie Kirk, çfarë thot për financa, çfarë thot për Amerikën dhe financat dhe popullin amerikan. Po nuk ka pasur, shikoj. Nuk ka pasur, më thënë, Charlie Kirk ka pas ndikim. Jo, të se mohojmë dot. Po pra nuk e mohojmë dot ndikimin, se ndryshe nuk do flisim neve këtu po mos kishte ndikimin. A zero. Domethënë ideja është vëlla që në raport me JF Kennedyn, Charlie mund të ishte, si thëmë ty,
kandidati dominant të ardhmen, pra një rrezik sigurt. eminent, I sigurt. një rrezik eminent i të ardhmes. Po, si kandidat është i sigurt. Por I ka pushtetin. JF Kennedy ka qenë president of vlla. Po çfarë mësuan këta nga fillimi i deep state-it? Nga fillimi i deep state-it ta Ose mësuan. vrit kur të bëhet, vrit para se të bëhet. Ky është teoria e tyre, vrit para se të bëhet. E ke libri Esterit. Vrit armikun para se të vras. Hiqe qafe para prakisht. Pra Charlie Kirk ka të njëjtin armik me Kennedy. 2. Çfarë thoshte Kennedy për Izraelin? S'duhet ketë armatim për thamor, Po. sepse kthehet një problem këtë dhe do i çonte Atëherë komision. ky ka kopju Kennedy vlla. Po, të gjithë antisionistë të rinj, konservatorë janë në rrugën e Kennedit. Edhe tre që thoshte Kennedy, ai paku do të regjistrohet ke ligji fara. Të njëjtat fjalë që thoshte Charlie Kirk. Pra po të kapësh Kennedy, po të kapësh Charlie Kirk. Këta kanë të njëjtën narrativ dhe të njëjtin objektiv. Njëri është president, tjetri do bëhet president. Pra armiku do të jetë i njëjtë. Po. Për shkak të mënyrës si vepron. Pra hapi parë për të analizuar çfarë ndodhi me Charlie, nuk është çfarë ndodh trurin e tij, atë nuk e dim. Ne hipotezojmë, ti ke hipotezën tate, unë kam hipotezën time. Të gjithë mund të kenë nga një hipotezë. Ajo që na bashkon hipoteza, di çfarë është e përbashkët. Që Charlie ka ndryshuar gjuhën. Nuk flet më ato gjëra që fliste para një viti. Para një viti ai mbronte Izraelin. Pikërisht pra vlla. Po pikërisht këtë po them. Po çfarë bënte Tucker Carlson? Mbronte Izraelin. Çfarë bënte Kandan Suez? Mbronte Izraelin dhe kur u zgjua Kandan Suez para një viti, i bllokuan Facebookun, atë YouTube-in 30 ditë desh me zhduk fare. Po u bënami si filloi liria. Më e rrezikshme, po ta shikosh, është bërë Candice Owens se sa Charlie Kirk ka bërë gjithë veprimtarinë e vet. Po tjetë Charlie s'do kishte vlerë Candice. Po tjetë. Jo, një sekond. Po tjetë për rrezik vlla. Mbas vrasjes Charlie u bë fenomen. Ajo e kishte nisur më para. Po s'kishte fenomen. Ajo kishte nisur më Një para. vit, fiks një vit. O vlla, Candice Owens nuk është aq hipokrite sa të shkojë dhe të flasë me fjalët e Zotit kudo bër. Ka folur Candace Owens. Ti e di argumentin tim vlla, edhe të shprehur publikisht. Në një shoqëri Homer Simpson thash, Po. shoqëri McDonald's thash, Sa bukur. një fjalim patetik. Po. Me Zotin. Po. Dhe patriotik. E sheftia shumë. Gjithë. Po se njeh Amerikën ti. Po sepse Jo, njohim. unë jam habitur në jetën time kur kam mësuar çfarën amerikanët kur I kam kontaktuar vetë. Kishim një personazh të vitit 99. Ishte koha krizës Kosovës. Po. Kishim ca italian partner, kishim edhe këtë amerikanin. Ky amerikan është me origjinë hebre, Po. me emrin Cohen. Po. Dhe vjen ky dhe I mani fjalim çunave dhe gocave ton. Dhe këta italianët me zor më ishin të qeshme. Dhe unë I ria, mos pushon. Italisht tu fol aty. Dhe ta po talleshin me fjalimin e tij. Fjalimi I tij ishte shumë I bukur. Natyrisht patetik. Dhe u kënaqën çunat e gocat ton, të organizatës. Me fjalimin që u mbajti ai. Ai ishte koka UNICEF-it për fëmijët dhe rinin. Dhe kur hiku amerikani u thash italianëve, nuk po I kuptoni amerikanët thash. Patetizmi në këndvështrimin evropian të cinizmit që ne kemi si popull mesdhetar, është tjetër gjë kur flet për ata. Ata kanë tjetër model komunikimi, kanë tjetër model komunikimi. Unë shoh të gjitha modelet e trajnimit Sorosit që vijnë nga Amerika. Unë në vitin 96 kam pas organizuar shkollë vere në Shqipëri me një përfaqësuese amerikane, që është Janet Jackson, për debatet që bënte Sorosi në atë kohë. Edhe çunat e gocat tonë më të mençme të Tiranës të asaj kohe. Kena tallë me neren 24 orë, po ishin gjithë mençëm. Tani kjo gruaja u kënaq me ne kur shifte kapacitetin intelektual, se nuk krahasohet me këto rrëmbytje që shef ti të mjaftrave e këtyre gjëra. Ishin sot të gjitha çunat e gocat që ishin atë ditë aty, 96-ën, janë gjithë kudo super kapacitet intelektuale. Sepse ky projekt ishte ke prashur nga ato që s'ka lidhje me Sorosin fare në një kuptim se Sorosi nuk mundon kurrë me këto kategorisht. Donte Hiperion Velie. Po. Ata ishin ata që ta tallin edhe ata gjeshti, kupton? Amerikani nuk ndaj, çfarë më tha amerikani, më tha. Kjo është trajnimi më I bukur që kam bërë ndonjëherë. Për shkak tha të antropologjisë shqiptare dhe të nivelit të pjesëmarrësve. Se zgjidhë një temë do të bëjë debat pro dhe kundër për të krijuar trajnerë që quhet si model. Tha kam qenë tha në Sloveni, kishte qenë gjithë Europën lindore. Tha kjo më pëlqeu se kjo lidhet me antropologjinë, nga e dinte ajo antropologjinë. Kishte lexuar Durham, kishte lexuar gjëra se amerikanët ekspert nuk janë si këta tjerë. Dhe kjo ishte evropiane me origjinë të thellë, kupton? Ishte Jackson me mbjerje, po ishte europiane, jo zezake. M'fal, jo afroamerikane. Dhe koncepti është që mënyra si amerikanët e kanë sjelljen e tyre në komunikimin e tyre publik, ti mjafton të futesh tash në internet dhe shohësh leksione të universitet etj. Do kuptosh që ata kanë tjetër model, sidomos konservatorët, që kanë një lloj patetizmi,
E kanë në natyrë, sepse është e kryshter. Ne na duket patetizëm. Ky është gjithë sekreti. Pse na duket ne patetizëm? Se ne na duket ajo madhështia, përkushtimi etj që ka pastorin kisht. Ne na duket gjithmonë hipokrizi. Ndeve na duket se kemi njohur shumë klerë që janë ti hedhësh në lana, kupton? Në Shqipëri ka një gjë. Në Shqipëri ka një gjë. Në Shqipëri ne jemi populli më skeptik që ka pa po Europa. Po, edhe bëjmë shumë mirë që jemi. Dhe ne jemi tallësit më të mëdhej kur vjen puna të patetizmit. Po. Nuk ekziston një rast që shqiptarët mos jetë qeshur me veten e vet kur ka patur Ore vlla, si mund të thuash ti që të flasësh ti për Zotin? Kur ti Zotin e ke në shtëpi valla, e ke të duart e nonës, e duart e babës. Po jo, pra ndryshim antropologjik. Domethënë ata i çojnë prindërit në parazila. I plasin fëmijët kështu që 5-5 vjeç ec, largohu. Futu dhe tani ti flet del Charlie dhe thot do you love God, domethënë bëhen ata pastorët evangjelistë atje bëjnë show valla. Tash un po them, nga gjithë çka kanë parë në Amerikë, personi më pak patetik që kanë parë në komunikimin publik ka qenë Charlie Kirk në takimeve njerëz. Më pak patetik nga të tjerët. Pra ka të bëjë me kulturën, tash rrim këtu pak. Ç'është relativizmi kulturor? Leksioni më i parë që kam dhënë në universitet kur isha pedagog për të parë jetë. Jashtë kuptohet, ke ekonomiku. Unë kisha leksionin e parë, kisha relativizmi kulturor, të dytën demokracinë, të tretën pastaj kisha me fajkonistë dhe me këto të tjerë, për mozaikun subkulturor. Në konceptin e sa qef kam pasur të kisha pedagog, kishim bënë një lëndë bashkë, po. Unë mendoj që kam në gjumë të mira ke ekonomiku apo 6 vjet. Pra çpak sa kam do kënaqeshëm. Tani koncepti ishte që relativizmi kulturor dallohej nga etnocentrizmi kulturor, nga aftësia për të kuptuar kulturën e tjetrit. Po. Dhe gjithë sekreti ishte duhet merr informacion për kulturën e tjetrit, pa ta kuptoje. Logjikisht. Dhe ma shpjegoni shoku im artist, regjisor, para shumë vitesh, i cili më tregon historinë, Ilir Butka, më tregon historinë e një debati në Itali për pritjen e Bushit në Shqipëri. Ky një nga kokat e organizimit të eventeve kulturore me kinematografinë në Europë. Mbulonte Shqipërinë. Dhe ky tash po i shpjegonte të ftuarve që po talleshin me shqiptarët pse kishin prit Bushin. Se Bushi e fytyra më urryer. Shqiptarët me duart tukiti me flamuj. Unë vetë kam kontribuar duke organizuar 300 vet në ardhen e Bushit. Sepse më interesonte që ne të pozicionohemi. Dhe Bushi erdhi bëri Kosovën e pavarur, tha atë ditë tha, që unë do bëj Kosovën e pavarur. Dhe futi Shqipërinë NATO, kupton? Pra Bushi i botës nuk ishte Bushi i Shqipërisë, këtu është diferenca. Si e shef shqiptari Bushin, si e shef Talioni Bushin. Si që shohin ne sot Bushin, apo jo? Unë kam për tërkohës ashtu. Po, ka gjë që kur je në përgjegjësi pune, do bësh më të mirën për vendin tat. Kur je duke bë llafe masi ka ik Bushin nga tregu, mund të thosh çfarë dush për të se ka Trumpin. Tani fillojmë. Ai thot, ju tha, po talleni tha me shqiptarët, pse pritën Bushit. Dhe ishte një fotografi e një burri me qeleshe që po prekte fotografinë e Bushit poster. Dhe po talleshin këta. Tuit, ishin nga gjithë Europa për kineman këta. Kinemarëve. Tani tha, për ju Bushi, tha është ai që ka bëu Irakun, ka bëu këtë. Për shqiptarin tha ka bëu Kosovën, tha, sot. Dhe kur e dyta tha, ky është presidenti i vendit që ka shtruar Kosovën. Edhe ky është Tavenit që ka dhënë pavarësinë Shqipërisë në 1920, që është Wilsoni. Po. Tani, për ju keni drejtën e Zotit. Me shajt me libër shtëpie. Për mua tha, nuk kam tjetër pozicion tha. Se kom tjetër realitet politik, tha. Ky ka shpëtuar jetën. Edhe historinë e kombit si presidenti i Amerikës, pra jo si Bush, pra shteti, flamuri amerikan, dhe si individ ka bërë rolin e vet. Tani tha, t'ja u shpjegoj ndryshën. Ju e dini tha që un po tulem kështu dhe ulej mes sallës, vuri karikën mund mes gjithëve. Dhe ngriti komën e shputën dhe e nxori shputën, që ta tregoj edhe un këtu. E nxori, ja, kështu që duket. Prit, ku e kam un këtu? Ta heqim avokat. Ta heqim këtë avokat. Ja, nxora shputën e komës. Të dali shput aty. Shputë, pas shputën. Tani tha, un po nxjerr shputën tha. Nxjerrë frym. Unë më nxjerr shputën. Andrea kafe. Uj, Andrea, se di që. Andrea, po si ka mundësi që po pushoja valla? Kështu son gjumi. Si ka mundësi Andrea? Tani gjë se shumë e burgë thot. Tani unë them nxora shputën tha. Ju e dini tha që po të mos ishim këtu tha, po të isha në Turqi tha, kishim marrë me shkelmë. Pse i than këtë? Se sipas turkut tha, ky është ofendim. Pra në këndvështrimin e tij, një veprim që për ty s'është asgjë,
Ka kuptim krejt tjetër simbolik. Vlla, ti e di se ku e kam, ta kuptoj shumë Jam ke bukur. patetizmi tash. Po. Se ti ke trajtuar patetizmin si argument në raport me ligjin. Un po të shpjegoj që antropologjia amerikane është ndërtuar në 10ra vjet, në 100ra vjet, nëpërmjet komunikimit pastoral, që ndaj shqiptarëve na duket patetik. Po, ndoshta e ke menduar një herë shoh që është ky lloj forme komunikimi pastorial që ka qenë katalizatori ndoshta më i madh në kohezionin social amerikan për penetrimin e zionizmit politik në mendjet. Absolutisht më shpend për problemi që ndron, që është projekti 1900 Ore, do ta shpëtojmë Amerikën apo do ta shpëtojmë tash? Ne do analizojmë Erikën dhe Charlesën. Edhe kanë das. Tani ky komunikim Vlla, ora 12:12. Menge. Të lutem vlla, që të lexojmë edhe Po, çfarë më patjetër. komente se ke edhe videon vetë ora 3 pastaj për ta mbyllur. Po. Kështu që te Charlie u kuptum, pra është patetizmi. Është pastoralizmi amerikan Po, i komunikimit që unë e quaj konservator. patetizëm. Bukur pra, po këtë po them dhe unë. Për ne është patetik, për ata nuk është. Po vlla, po ka dhe diçka. Dhe Charlie është më pak patetiku nga të gjithë, po të Po, shohësh komunikim. tani E shpende, disa kanë parë nga këta kur flasin. E disim duke Charlie, çun modern, Tiranë. Raport me këta tjerë. po me raport me këta tjerë. Se si flet. Dhe ky pranë pati sukses ke mosha e re, sepse Gen Z është më pak patetike se paraardhësit. Tani çfarë ndodhi me Charlin dhe kush ekzekutoi Charlin? Charlie Kirk ekzekutoi, po ai deep state që ekzekutoi Kennedy dhe po ai që i bëri atentat Trumpit në Korrik 2024. Dhe ekzekutimi i Charlit ka të bëjë me spektaklin e ekzekutimit. Njësoj si me Kennedyn, njësoj si me Trumpin. Ka të njëjtin format, ka të njëjtin manual, ka të njëjtin manual CIA-s, të njëjtin manual të Mossadit, të njëjtin manual të Ajpakut, të njëjtin manual të Izraelit, të njëjtin manual të atyre që po kancerizojnë dhe po vrasin civilizimin perëndimor. Është manuali. Gjoja del njëri me pushk të thjesht, me një formim ideologjik të shkaktuar nga një person i afërt, siç është një shok transseksual që nuk ekziston, nuk po gjendet se ku ndodhet, nuk ka asnjë gjurmë për të, që të gjithë thonë duhet të jetë federal me fjalë. Pra një spion i futur për të luajtur një rol. Të gjitha të provat që ka zbuluar Candace Owens tregojnë që ekzekutimi është bërë në format profesional militar ose më saktë paramilitar nga agjencitë e shërbime të lidhura me shtete, siç është Izraeli, Egjipti për shkak të përdorimit nga Izraeli të Egjiptit dhe Amerikës, ku janë zbuluar aeroplan që pas kanë ndjekur gjeografikisht, fizikisht. Ato të egjiptianët. Erika Kirk, Po. kudo që ajo ka qenë pranë tyre. Dhe ky koncept i ekzekutimit publik ka të bëjë me mesazh publik. Charlie kishte një mënyrë për ta vrarë. Ajo që tregoj nuk është asgjë e vërtetë, sepse nuk ka plumb të asaj lloj pushke që mund të prodhoj atë lloj plagë. Por nuk kanë nxjerr, nuk në çka kanë parë, më thonë se janë futur ai status vlla. Të betohet shpendi, ti që më njeh, ka pas të paktën 3 orë regjistrim Candace Owens, pjesë nga Charlie Kirk. Dhe tu më shënduar Andra me një grua femër që ndihet femër, dhe që është biologjikisht. Që është biologjikisht femër. Ky është urimi i dashurisë. Do vi një kohë që njerëzit kur na uroni me një grua, do vi një kohë që kur njerëzit prezantojnë me femër gjëra parë do i vënë dorën poshtë, është apo s'është? Mund të thuash për shembull, domethënë do vi koha që do t'i hedhësh dorën qaf gruas dhe thuash para 10 vjetësh e kisha shok. Po fitun ndërkucet po. Gjë me Gjini Kararin mos përmend emra. Ke pluralitet. Ja. Larmishmëri. Dhe ashtu. Do t'i besosh kur thot kam i shoq. Kam 3 orë të para regjistrime dorë më 1. Edhe të dëgjuara në anglisht, edhe të lexuara me captions, me subtitles. Candace më pëlqen. Kam ato dyshimet e mia se un jam nihilist i lindur. Kujto që para një viti e ca ishte dhe ajo sioniste. Po, domethënë un jam nihilist i Para një lindur. viti e gjysmë bie. E kam kuptuar te vetja valla. Un jam kur dyshoj veten, edhe kur marr një vendim thon, ore mos e ke dhe ti me të futur nga ana tjetër, kur dyshoj veten Candace-in e Charlat nuk i llogaris fare. Shikoja sjelljen e Trumpit, kam parë atë homazhin patetik. Po prap patetik. Ai është pastoral. Domethënë që vetë ajo
fshin lotët, hedh ato gjën aty për çar. Do të çonja 2-3 video të kishave amerikane Vetet që e- shovësh një të gjë. Vetet e Trumpi e përqafon, mirë që se puthën buz, pastaj bën atë reagimin kështu. Atë shenjën. Këtë këtu, Po di çfarë është shenja? I love you, Jasmine. I love you. Gjua botërore. Gjua, kush e ka bëj gjuhën botërore? Dërkucat pra. Jo, kjo s'është e ty. Dërkucat, Altin. Hajde tash me argumentet e tua do të mbys. Të që se kisha menduar. E pra, dërkucat. Më shijova kjo. Dërkucat vlla. Që më le pra vinat pa gjuhë. Dërkucat. Se mori qaf atyre me atë kukullën. Po jam futur vllaja kam lexuar. Që unë të shkoj në atë lloj statusi, aq agresiv, duhet të ketë një arsye shumë të fortë vëlla. Jam rënduar aq shumë nga nervat, kisha aq shumë mlef, sa po shikoja video të vrasjes së Charlit, konspiracion, idiota të dobishëm ose të padobishëm, kam arritur në një fakt vëlla, nga të gjithë, nga më të besueshmit tek mos besueshmit. Si ka mundësi që nuk kishte gjak vëlla në duart e veta. E ke shkapur. Kishe kapur një video, nuk kishte gjak sepse këta që duhet të kujdeseshin për t'ia shpëtuar jetën mbasi e qelluan, nuk e preknin që të vdiste aty. Ai ka vdekur para se të shkojë atje. Këta e kanë lënë që të dali gjaku deri në fund dhe se kanë prek me dorë, është vërtetuar me kamera, me video dhe këta njerëz kanë po vëlla nuk ishte stërkala. Po ti e di që nuk ishte stërkala. Ne kemi bë këtu atë ditë sepse plumbi që diskutohet që i ka rati një nuk ka lidhje fare me atë distancë. Nuk ka lidhje fare, nuk është ekzekutim nga ajo pushë. Është thjesht një plumb i vogël dhe në distancë të afërt. Bona jo. Nga ato ke parasysh kameran që po e filmon? Mendohet se e ka vrarë njënin turm aty, ai tipi që kthehet direkt. Ka disa variante, nuk e di. Po është aty ngjarja. Kam parë tash video tjera të analizuara. Nuk po them që janë të vërteta, se unë i dyshoj të gjitha. Të veshjeve të Hollywoodit kur bëhen filmat për vrasje, për gjitha që plaset në një gjë, është gjë e lidhur, aty tregohet edhe bluza ishte veshur çuditshëm atë ditë, nuk e di çfarë bluze ishte, ajo pak rëndësi ka. Bluza ishte okay, po problemi ishte varsja që lidhje kishte. Kjo ishte bravo. Kjo ishte një gjë që unë tash po e shikoj, është e konspiracion, nuk gjej dot një të vërtetë absolute këtu që të bind veten. Kaloj te Kendis. Kendis duke bërë një luftë sikur ta kishte burr Kendis Charlie Kirk vëlla. Po, sepse ishte ekzekutim publik edhe për Kendis. Pikërisht pra. Edhe për Trumpin dhe për Trumpin. Ishte luftë për jetesë. Pikërisht. Pra, nëse ti s'do reagoje. Tash të them ndryshe. Ti e kandansojën se un jam Charlie Kirk. Iki unë. Jo pra, e bëra për t'ia lënë vetes tiken. Me ton ty. Okej. Tash ika unë. Bon e femër. Ti e di që po të vjen. Shishi. Ti e di që po të vjen e keq, apo jo? Po. Sepse vjen me radhë. Po. Tani nëse do interpretohet nga publiku që mund kanë vrarë komunistat, e majt, transgender e këto budalliqet. Po. Largo zot. Edhe ty do të vrasin komunistët e majt, dhe kështu të heqin qafe dhe e majnë përgjegjësinë ata. Sepse projekti i ekzekutimit publik Charlie Kirk, pa Candace dhe pa Tucker Carlson, do kishte shpërthyer në Amerikë një luftë të papar sioniste të djathtëve kundër të majtëve për të përçarë Amerikën dhe më shumë. Projekti i tyre ishte lufta për lirinë e shprehjes, sepse projektet shkuan në parlament, në Kongresin Amerikan, nga sionistët e Kongresit Amerikan, për të ndaluar në Amerikë lirinë e shprehjes. E di çka kam kuptuar. Në emër Charlie Kirk. E di çka kam kuptuar, kam vajtur në një fazë tjetër avokat. Te ka pjesa duke lidhur të gjitha, kam pasur vrasjet e shekullit libër. Ka qenë një blu i vogël. Kam lexuar për Jimmy Hoffa, për Kennedyn edhe për Marilyn Monroe. Të tre lidhen me njëri tjetrin, sidomos ta dy të fundit, Kennedy dhe Monroe që ishin të dashnor. Vdiqën njëra në 62-shin, overdoza e leshi preshë, ky tjetri me hologram. I ke parë ato videot që thotë ai gruaja. Kjo pema se ekziston fare. Kam teoritë mia, po nëse. Pak rëndësi ka. Unë them, unë mendoj që e ka vrarë polici që ka qenë makinë atë. Unë të vrarë i quhet vrarë. Sepse ka shumë prova që tregojnë që janë të vrarë, jo të gjithë mbase, po një pjesë. Problemi është manipulimi që ndron kush i vrau. Ktu është gjithë loja. Një sekondë, se këtu do dal. Jimmy Hoffa, JF Kennedy dhe Marilyn Monroe i shtohet edhe Malcolm X, Luther Kingu, Martin Luther Kingu, po. Luther Kingu. Që sa dush Dorsat, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, e gjitha me radhë. Po, sa dush. Tani, në këtë lloj brezi, u lind edhe një viktim tjetër. Pastaj, pas vrasjes së Charlit, futet Kash Pateli, është futur dhe FBI-a pjesë e lojës vëlla, kuptoni çfarë bëhet.
Deep state komplet. Domethënë, ti e di që dha duration për atë ditë Don Bolgjina. Po se vlla, i kanë parë të gjitha për Amerikën, prandaj kanë bërë këtë debat sot kur doli Putini. Unë kam vënë bas me ty që ka shpaterin ne heqim për një periudhë shumë shkurtër, për një muaj. Edhe kanë për të hequr, kanë për të hequr. Ai 1 muaj, 2 muaj se ka gjatë për. Edhe kanë për të hequr. Maksimumi 3 muaj po i boni. Do ishte fitore për të botë 3 muaj. Ka menduar vlla që gjithë kjo lloj vrasje është një legjend tjetër urbane siç u bë këtu me Vis Martinin për shkakun. S'du më përmend emrin se s'kemi kronik zez, po nuk vjet u vras. Pikërisht pra, është ajo pjesa He's a Legend, është gjallë, jo është i vdekur, dole me taksi, u bë si një lloj Jimmy Hoffa u bë dhe Vis Martini. Po, i sakt, shumë i sakt. Domethënë nuk dihet është vrarë apo s'është vrarë. Perfekt, nuk e kisha dëgjuar. Ky është Jimmy Hoffa, atë ka menduar vëlla. Pra po bëhet një lloj legjende që po pra përfitojnë ndërkucat, sepse ata e kanë monopolin e informacionit. Në Shqipëri po. Në Shqipëri e kudo vëlla. Domethënë internetin e kanë ata aksionet. Qershin mbi tort për dyshimin tim radikal vëlla dhe për mllefin tim ishte në radhë parë një. Kam kuptuar që ajo zonja Erika Kërk nuk ka lidhje fare me Zotin. Se dim. Për mua, si besimtar në Zot vëlla, këtu flas si besimtar, nuk flas me logjik. Nuk ka lidhje fare me besimin, për një arsye vëlla. Që po ta thosh edhe që parë më the do ta flasim në fund. Në qoftë se unë them, domethënë ne të dy njohim dhe body language, por unë jam rritur në studio, ti ke një jetë. Kur neve ngrem zërin në intonacion, kur na bëhet një pyetje, a mendoni se Tyler Ross është falso? Po. Po. Robert Tyler. Jo, një sekond, mos u zgjat. Jam dakord me ty. Ajo duket një person shumë falso kur flet. Është falso vëlla. Domethënë tha, jo. Ai është. Po, ai është. Domethënë, ku e di ti më se po bën e time? Dgjoj, jam me ty kur flet është falso apo jo paraqitja e saj. Problemi pyetja për ty është. Kam bër biopsin, kam parë dhe biopsin unë tha. Ndërkohë që autopsin. Autopsin. Ndërkohë që zyrtarisht ka Shpateli thot, autopsia ti nuk është bërë dot për 1 2 3 4 arsye vëlla, pra nuk ka një autopsi zyrtare për Charlie Kirk. Ka po nuk tregohet. Nuk ka një publike pra, një. Po nuk ka një publike. Nuk ka një. Po dhe kësaj mund t'ja kenë treguar, po kjo po bën një lojë, se unë e shoftë. Ti nuk ke gabim kur thua që ajo është totalisht falso kur e thua. Problemi është që unë jam diferencë. Ju futa pastaj te prindrit e vet. Se tani gjeolog edhe unë. Ti marr me radh, rrim ke falso. Ta them unë një herë këtë, pastaj analizoj. Okej. Se unë kam shpejt, por mos i lot njerëz që ta shpjegosh ti më bukur. U futa pastaj vëlla, kalova në dilem tjetër. Tash largo Zot, vrasim u gruan vëlla. Jam besimtar musliman, katolik, budist, quhet si duash, jam besimtar i devotshëm. Në qoftë se unë vëlla si musliman që jam në fe, do t'i kisha puthur duart vrasit të gruas time, nuk do të kisha dal Altinit vëlla, që është homolog i gruas time në luftën kundër atij vrasit, ti thosha you have to stop it, ti duhet ta ndalosh kët. Sepse ti e ke dhënë precedentin tek ajo homazhi patetik për mua, që unë e fal, I forgive. Ai do donte që ti ishte i qetë edhe vrasit ti lehtësohet shpirti. Si mund të ndryshosh ti mimikën e gjitha, sjelljen, body language, e gjitha me radhë kur ty të përmendet Candice Owens. Në qoftë se ti aq jo hipokrite dhe aq e vërtet sa thuash me bole, se kaluara 12 tash. Thuash nuk e lejoj Candice Owens që të fitoj para ose të marri nga imazhi. Nuk e thata më kështu. Rrimi se korrekt. Jo, nuk në qoftë se ti do ta thoshe thash. Okej. Sa ajo sta kët. Ajo tha kjo ka marr para, e fiton. I tha gazetari. Gazetari apo ja bën. Unë them ka stop ndalo. Bravo. Si ishte fjala që kishte kërku kandansa në shtator. Pikërisht pra. Ndaloi vetëm nëse më thot ajo ndal. Në qoftë se Erika do t'i kishte thon kandansit që ti motre dashur nuk mund të përfitosh dot imazh publik mbi vrasjen. Nuk e tha. Që nuk e ka thënë. Po në qoftë se do t'ja kisha thënë, atëherë unë do të kisha thënë, po Lale e ka gjithë drejtën e botës, sepse është familjar i saj dhe njerëzit tani duke nisur dhe nga unë me podcastin tim që emrin e Charlie Kirk po e përdorim edhe për audiencë, le të jemi të vërtetë. Jo, në këtë rast është çështje pikpamjes që ka nevojë diskutojnë. Në fakt çash për një podcast, një vend ku rrifen pikpamje, ide, informacione. Dhe në fund fare nuk është si televizioni që ka një skenar, po është një bisedë e lirë, që kjo bën diferencën dhe kënaqësinë që na jep neve dhe aty. Ky është problemi me ato vëlla. Dhe kjo më solle një lloj neverie. Okej, më të kuptoj shumë. Domethënë, duke u nisur nga kjo, u futa pastaj në fal, u futa te prindrit. Njoja këtyre vëlla. Fillojmë tash ke prindrit.
Njëja këtyre ishte mbledhëri. Po, Në një eveniment të krijuar, domethënë të sponsorizuar nga Trumpi, që kjo zonjusha kishte qenë në 2012 në Trump Tower, në një eveniment që po prapë kishte organizuar Trumpi, kush është pika e dobët e J.D. Vance-it për kandidat për president? sepse pretendoi. Po, Gruaja. po. Ka rëndësi gruaja. Po, Vazhdo. dhe thonë për shembull, domethënë gorat e liga në Amerikë thonë që çifti i arshëm presidencial do jetë Erika Kirk me J.D. Vance, Pse? sepse bashkojnë fuqit vlla. Evangelistët Pra, zionistë nga një gruaja do radhë. ketë avantazh ose dezavantazh? Absolut, vlla, tash neve bëjmë shumë gallat me gratë, po ne i dashurojmë gratë. Pra një kandidat Por ka për një president- arsye pse mbreti zgjedh mbretëresh. Pra një kandidat për president Po. ka nevojë dhe për rifresleti. U martu Rama vlla, që s'mendoi që do martoje. Administratura e parave të Soros. E pra, u martu pra. Është sorosiane, është tjetër lloj. Tani hym tek koncepti kandidatit për president. Po, Pika e dobët e J.D. Vance është gruaja. po. Kështu konsiderohet në të gjitha sondazhet. Por më tepër që është dhe indiane, pavarësisht të shtresës lartë, se ti e di si kastat e Indis si e kanë të ndërtuar. Po, po. Edhe para Ato nuk skalon nuk do- është krishter. Po, është Ndërkohë, kur ti do të kandidosh djathtas, ti duhet të kesh i grut krishter. Ma kupton? Qofse e vet protestante kesh katolike, qofse katolika kesh protestante, apo jo, që të kombinosh votat dhe të duhet një gru që i shkon kandidatit republikan për president. Kur je i majtë është këtë ndryshe. Të duhet Clintoni të ketë një Hillary. Po. Është modeli, kupton, dy avokat suksesshëm etj etj. Po. Domthon ka një diferencë. Për shembull, gruaja e Bushit ishte shumë përshëmbari. Po, po. E para dhe e dyta, të dy bushve. Domethënë, kishin tipik konservatorizëm. Zonja të para. Zonja dhe ishin, biles më kujtohet një histori me që ra ky muhabeti rolit gruas. Më kujtoi një histori e papar me Endrit Rekën, shokun ton që po Po, bisedonte e përshëndesim. me një amerikan, koleg të tij, në një bisedë kur sapo kishte dalë një intervistë e burrit Obamës, si e kishte ky burri. Michael Obama. Michelle çaj çuj këta. Se kështu vajtë këta. Ai Francis. Tani burri Obamës del në televizor dhe thot, i thot gazetarja, kjo e famshmja Oprah, Oprah Winfrey, po. kjo plera për kace. A mua, mbaj gojën tash. Jo, këto janë të gjithë e, këto janë adrenokrom. Këto kur i shoh surratin, shoh adrenokromin. Shif këtë që është në burg tash, të repistin si është. Ai vazhdon. Si është kalbur për një vit në burg. Është mungesa adrenokromit që e kalb në burg. Unë të kam Ai bindur. kisha dalë me vaj, vazhdon edhe atje. Vlla, kur kam parë Zhbllokojmë lakin e puse. tij në një vit, sa për 10 vjet, thash kjo është mungesa adrenokromit, se s'ka si shpjegohet ndryshe. Dhe del kjo dhe i thot Oprah, çfarë ngjyre i ke mbathjet sot në televizor? Dhe i thot shoku im Endrit Reka, këtij shokut vet amerikan, që ishte liberal, ishte obamist i turbuar. Thot, tha, po mendoja, tha, a duja thoshte, tha, Oprah, këtë gjë grus George S'ka Bush. shanse. Ai tha, urdhë, tha. Jo si do reagonte, po tha, a sa do shkote në mend me e bëhet pyetje. Pra ky është standardi i gruas. Po si mund t'ja bësh, më thënë, s'ja bën dot të njëjtat pyetje që i bën Ramës, nuk ja bën dot Berishës, vëlla. Po, Po si njëjta gjë. Po sidomos ti mund ta krahasosh rastin konkret duke shtuar vulgun, se ka rëndësi kjo gjë. Një pyetje që mund t'i bësh Gjeni Karajt, Altin Azizajt, nuk mund t'ja bësh dot Altin Gozë Shpengashit. Kur vjen puna në këtë gjë. Ka rëndësi kjo gjë. Ose Zhakut. Sepse ka bënë me perversitetin që shoqëron. po. Domethënë, koncepti është, pra, koncepti në këtë rast është që një kandidat i ardhshëm për president ka rëndësi që do ketë grua në krah. Dhe unë jam me ty dakord që është martesë mbledhësie. Dhe unë pranoj dhe e them që njëja atyre është një projekt i përbashkët, por mos harro që edhe Candace Owens kur e kanë pyet vetë Charlie, nga të parët, njëri i parë që ka pyet ka qenë Candace Owens për këtë grua, pra për njëjën e tij, lidhjen që kishte krijuar, sapo kishte krijuar me Erika Kirk, edhe kjo i tha, mua më duket tamam personi i dur në krahun tënd në karrierën tënde. Pse? Ta analizojmë tash. Miss, në Amerikë ka shumë rëndësi për femrat, sidomos konservatorët e bukur. E dyta, aktive, jetë sociale aktive. Ajo ka një histori që ti e kishe ngritur për Rumaninë, apo jo? Po. Po të siguroj me gjë, kam kërkuar shumë për atë histori. Nuk gjej dot ku fillon e vërtetë dhe ku mbaron thashë themi, sepse burimet dhe lidhja e kësaj fizike nuk janë asnjëherë, nuk janë të pakonfirmuar në çdo lloj forme. Po pra nuk lidhen kurrë me Dhe burimin. burimi i parë mbi këtë histori ka ardhur nga e majta marksiste. Burimi i parë, flas erët jo tani. Që do thotë, nuk kemi gjendje ta verifikojmë, por nuk kemi pse e mohojmë, që ky person ka qenë pjesë
e një familje të fuqishme, të lidhura me lobet e luftës dhe të sigurisë kibernetike, ushtarake të Izraelit. Kemi pse mojmë këtë gjë. Pse? Sepse përveç se ka kontrata me ka dhe me Izraelin. Është biznes që ka lidhje me këto gjëra. Por pyetja është, ku e gjeti guximin Charlie Kirk? Me atë gruan në shtëpi. Të kishte fol, e të kishte dalë kaq fort kundër sionizmit në terma kaq të fuqishme, me një rol kaq të fuqishëm që ka të bëjë me një opinion kaq të rëndësishëm ke një brez që nuk e do me e pa me sy Izraelin, që janë votues të ardhshëm që bëjnë divorcin e madh gjigant botëror të Amerikës me Izraelin si votues, se ka rëndësi kjo gjë. Se vrasja Charlie Kirk është vrasja më inteligjente që ka pas në plan në herë me bo Izraeli, si me Kennedyn, se aty ndryshon bota, me vrasjen e Kennedyt, në raport me interesat e Izraelit, por edhe gafa më e madhe që si kishin menduar të gjitha, sepse ka ardhur një kohë që lobi hebre nuk është më ai që ka qenë në aftësinë inteligjente me vepru nëpër botë. Dikur lobi hebre ishte shumë inteligjent. Ç'kuptim? E dinte se ku ishte, e dinte rrezikun dhe investohej shumë për të parandaluar rreziqet. Vrasja e Kennedyt është një nga fitoret më të mëdha të Izraelit në botë. Por mos harrojmë që po të zbulojë vrasja e Kennedyt, Izraeli do ishte sot i pushtuar dhe i zhdukur nga faqja e dheut, sepse Amerika do i shpallte luftë sipas ligjeve ndërkombëtare kur ti i vret presidentin tjetër. Ti e di pse u bë lufta e parë botërore? U vra familja Habsburg. Po, u vra Franz Ferdinand. Tani kthehemi këtu ke logjika e Erika Kirk që vjen nga Vazhdoni dërgoni pyetje me super chat dhe mos harroni të dononi dashur miq. Jeni 442 veta, juve që jeni diasporës, ju lutem, e keni më të thjesht që të dërgoni pyetje siç i dërgoni te Candice Owens me super chat. Bëjnë edhe këtu 5 orë që flasim, debate që nuk i dëgjonit në botë, diskutimet në botë e i dëgjonin në një vend. As anglisht. As anglisht. Sidomos aty Jozefit, harroni. Dërgoni juve diasporat, juve të Amerikës, Gjermanisë, Suedisë, Danimarkës, Kuba, Peruja, Uruguay, që na shkruani të gjithë me radhë. Na dërgoni, se kemi nevojë për ndihmën tuaj. Tani, marrim Candace Owensën, e cila ka shok, ka mik, Charlie Kirk, është aty, prezent në jetën e tyre, në distancë, pasi ka bërë divorc me sionizmin. Po. Ajo është zgjuar nga sionizmi një vit para Charlit. Ajo është zgjuar para se zgjohet edhe zgjuar është në thonjë, sa në gjithmonë. Para se zgjohet dhe Tucker Carlson. Tani pyetja është, këta vërtet zgjohen atë çast që dalin apo janë zgjuar përpara? Shohim disa elemente të veprimeve të tyre. Po nuk zgjohesh dot Marrim në një çast. mashkull dhe një femër. Çfarë bën një femër kur zgjohet? Ka emocion. Po. Çfarë bën një mashkull kur zgjohet? Fshi emocion. Po. Këto fillon diferenca. Unë besoj që Tuckeri, Candace kanë shumë vite të zgjuar. Do thotë edhe Erika është e qartë për zgjimin e burrit vet. Këta njerëz janë zgjuar me kohë, por vjen koha për të zgjuar. Unë kam duruar në Fondacionin Soros në një bord këshillimor një vit. Unë kam diskutuar për këtë pislëk që ishte ky bord dhe ky fondacion një vit me gjithë mjedisin tim të brendshëm, gjithë shokët e mi të organizatës, duke treguar pislëkun që bëj. Në një moment kur u bë prova fikse, që apo e shkenin aty ku smante më, bëra divorcin. Por jo vetëm sepse pata rastin e mirë, se ishte rast shumë veçkatrus. Po. Por sepse dhe unë dyshoja nëse duhet ta bëja apo jo veprimin tim. Kur kam marrë këtë shpend në nëntor 2024, nuk guxoja të flisja për Izraelin apo jo. Apo jo. Jo. Kur guxova? Kur dash Dureq. Po. Dash Dureq janë kryetar partie, pra nuk kam më përgjegjësi, kam liri dhe fillova të flas. Por tamam, kur unë po bësha gati të flisja? Në shtator 2024. Pse? Sepse konstatova që Shqipëria kishte kaluar në influencën e shërbimeve izraelite për shkak të projektit Bektashi. Po. Ku të kam shpjeguar edhe këtu në mënyrë ekskluzive që masive s'është thënë se do thuhet më, se si u vra dhe Gerdi Bogdani. Po. Unë po ju shpjegoj ju ty dhe të gjithë tjerëve që ka një moment kur ti shfaq zimin, jo kur zgjohesh. Ndoli Endi Shabani para vlla. Scroll. Do matë më të puthi ati, se ka rëndësia është fenomen.
Ajo është zogu qyqe Soros në mënyrë si funksionon me këtë vend. Lul Basha që i bën mendere Shqipërisë dhe punon gjëra për Rusinë, për Ukrainën kundër Rusisë, me ase këto budalliqet që janë valigja e diplomatit ndërkombëtar. Ka gjithmonë Soros një vend për gjithë. Tani kthehemi pak ke ky momenti shpencë shumë i rëndësishëm i zgjimit njerëzve. Unë besoj që një femër e ka shumë vështirë ta fshehë zgjimin. Candace Owens, në këndvështrimin tim, është zgjuar kur është zgjuar. Tucker Carlson, Charlie Kirk janë zgjuar kohë përpara. Por vendimi që bën një mashkull për të shfaqur zgjimin nuk është si një femër. E di ku e vere unë këtë gjë ke Candace Owens? Unë kam ndjekur të gjithë narrativën e saj kundër sionizmit. Të shikoje mlefin, shpërthimin emocional. Candace Owens, zbulova dhe këtë. Ishte e çastit, nuk ishte teatr. Ishte shumë genuine. Kur e zbuloi frankizmin, kur e zbuloi këtë, u kisha zbuluar me kohë. I kishte lexuar me kohë, por shifsha mënyrën si ajo reagonte me pasionin emocional të zbulimit. Po dhe shove Charlie Kirk. Neve na ka ndihmuar vëlla fakti që jetojmë në Shqipëri. Po. Fakti që neve duhet të dyshojmë çfarë do lloj gjoje. Absolutisht. Sepse këtu është ligji i xhunglës, po nga ajo xhungla vëlla që këtu po të hipi dinozauri. Duke jetuar me zbudallëve të mençurit, siç është vendi jonë që jemi pakicë të mençurish në mjedisin e madh budallëve, ne mësojmë që dhe budallëve dhe zgjuarit janë skeptik. Këto kanë të mirë. Para se budallët kanë më kollaj të pranojnë mashtrimin. Më kupton logjikën. Po e pranojnë jo sepse thjesht e besojnë në mënyrë të verbër, po është kënaqësia që marrin masturbimin e gënjeshtës që kanë qejf të dëgjojnë, siç është rasti i shumë votuesve që shprehin këtë me votat e tyre në zgjedhje. Tani, ajo që ndodhte me Candace Owens në këndvështrimin tim, nuk ndodhte me Charlie Kirk dhe me Tuckerin. Tuckeri dhe Charlie Kirk, po i marr si dy modele se bëhet fjalë për qindra e njerëz në këtë histori. Janë dy njerëz cilët gjejnë momentin për të filluar për të reaguar. Dhe ti po ta kapësh me data dhe me orë, Charlie Kirk dhe Tucker Carlson kundërveprojnë në momentin që konstatojnë që Maga po dështon për shkak të Migas. Pra, ëndra e madhe e Magas po degenerohet në kontrollin e Migas dhe këta në këtë moment po kundërveprojnë. Dhe ti the që parë, Trumpi po lëviz dhe këta zarat e vegjël bëjnë lërat e vogla, apo jo? Po. Absolutisht teza ime më e rëndësishme mbi gjeopolitikën botërore bazohet tek argumenti që kemi një koordinim palesh, që do thotë polici mirë, polici keq, Tuckeri, Charlie, Candace bënin policin e keq, që Trumpi bënte policin e mirë me sionizmin, sepse lufta reale botërore, siç ja bëri dhe Trumpi Putinit që i çoi dy klyshët e Tel Avivit, gjëja për paqen në Ukrainë për të thënë, këta e kanë ata, ky është pislloku, këta janë ata. Kjo luftë kaq e madhe botërore që në fakt është lufta e Magas kundër Migës në thelb, aty zhvillohet në Amerikë, nuk mund të bëhet kuturu, se u zgju njëri, se u zgju tjetri. Është koordinim strategjik për të ndërtuar një politikë të re, për të shpëtuar Amerikën nga vdekja e sigurt që ka, po nuk u shpëtu. Dhe rasti konkret i Charlie Kirk, me mënyrën si u ekzekutua publikisht, ishte mënyra e spektaklit nga një ranë dhe e dyta për të filluar një revansh përçare e kombëtare për ndaluar lirinë e shpresës në Evropë dhe në Amerikë. Pra, ajo që ndodhi në Evropë ta bëhet në Amerikë, si në Angli pësh. Dhe rasti i Erika Kirk, që bë drejtore e Turning Point, ka një parantezë më shpejt, që ka ndodhur gjë përpara, se është shpallë drejtore. Candace Owens dhe Tuckeri akuzuan drejt për drejt me narrativën e tyre që Charlie Kirk ka vrarë lobi sionist. Dhe Tuckeri këtë e tha nëpërmjet historisë si u vra Krishti. U mblodhi një grup njerëzish tha. Dhe vendosën tha që ky njeri po flet shumë do ta vrasim. Dhe tha ke varrim Charlie Kirk. Pra, kush e bën këtë për Krishtin? Këta, dërkucët për katës. Kush e bën për Charlie Kirk? Pra këta dërkucët për katës. Njësoj se ai po fliste, më kupton? Si koncept. Kurse kjo bëri një gjë edhe më të madhe. Kjo zbërtheu se si Turning Point po kalonte në duart e pastorit Amerikës, që ishte ky tipi që harrova mbi emrin që tha McCoy, që po shpikte djalin hero nëpërmjet mashtrimit. Sepse loja ishte për të marrë Turning Point direkt Tel Avivit, direkt Bibi Netanyahu. Po ç'është Turning Point? Kontrolli i votave të rinisë amerikane. Dhe Candace Owens zbëri i hyri inxhinieris
se e vetëm nga brenda, sa e ditë nga brenda që ishte turning point, ajo kishte që vetë aty, dhe e sponsorizuar nga sionizmi do thosh. Më gjej një konservator amerikan pa sionizmin brapa. Nuk ekziston koncepti o shpend. Edhe herë, Amerika është e gjitha kontrolluar nga ky lob. Nuk mund thuash filani është sponsorizuar. Të gjithë janë sponsorizuar nga ky lob. Në momentin që ata bëjnë ndarjen, ti po kupton në të vërtetë çfarë po ndodh. Pse? Se ndarja nga këta duke ekspozuar Amerikës kancerin për katës, është shpëtimi i Amerikës kundër këtyre. Ku e kanë problemin këta? Kush është fuqia e vërtet e sionizmit botror, apo më saktë e Rothschildëve si ideologji, filozofi kontroll 200 vjeçar të shekullit 20, 19, 21. Ke censura dhe hija e errësirës që ata bëjnë në sytë e një duke bërë mashtrimin e madh. Vetëm ke mashtrimin, nuk është ka armët, as ke teknologjia. Ke mashtrimi bëhet kontrolli. Dhe lufta për të vërtetën kundër censurës është lufta më e madhe në botë kundër këtij kanceri botror. Pra lufta e reale që bëhet është për lirinë e fjalës. Atëherë rim këtu. Projekti fillonte nëpërmjet 2 ligjeve në Kongresin Amerikan që kërkonin të bllokonin në Amerikë lirinë e shprehjes në favor të sionizmit dhe duke përdorur Charlie Kirk si martiri i Izraelit. Si tha Bibi Netanyahu, mashtroj. Ky është martir tha. Mashtroj. Ky është martir. Dhe Charlie vajti në shtëpi të bardhë, i ftuar nga J.D. Vance në brenda shtëpinë e bardhë. Do t'i marri gruan me mikrofonin e Charlie Kirk dhe i tha se këta konservatorët amerikanë ja marrin dhe gruan njëri tjetrit, nuk ka problem. S'janë konservatorët që kanë liberalët e kanë këtë. Po jo, këta të Amerikës. Është fenomen liberal, tipik. Sorosi është, si e kanë si natyrë këtë. Tani kapes e shumë e burrë kjo gjë shpendo. Në këtë moment del Charlie, del ky Tucker Carlson dhe thotë sa i neveritshëm ky Bibi Netanyahu me shtëpinë e bardhë. Po. Kur guxon dhe thot për Charlie Kirk këtë punë dhe duan të bëjnë për lirinë e shprehjes. Dhe fapu bën një koalicion i madh në Amerikë fshet që u shfaq brenda 44 orësh, ku e gjithë e majta dhe e djathta antisioniste u bashkuan në blok kundër ligjeve për lirinë e shprehjes. Po. Aty filloi të ndërtohet për herë të parë networku i madh i antisionizmit apo i anti-ajpakut më saktë në Amerikë. Çfarë bëri Candace Owens, se këtu është del historia e Erika Kirk. Ajo zbërtheu që turning point po rrëmbet nga i grup mashtruesi sionist. Dhe zgjedhja e Erika Kirk në krye të kësaj ishte për të ndaluar i herë procesin e asimilimit, të marrjes përfundimtare të kontrollit. E dyta, çfarë është Erika Kirk? Gruaja e shokut ngushtë. Po. Çfarë është gruaja e shokut ngushtë? Mamaja e fëmijëve të shokut. Fal vlla, se ka ndodhur një gjë. Po, jepi. Lajmi i orës fundit, megjithatë ende i pakonfirmuar zyrtarisht, Bela ka ikur. Shpëton Rama nga gangrena. Teoria gangrenës, më sa harro. Ani, vazhdojmë. Erika Kirk është nëna e 2 fëmijëve të shokut të ngushtë të Candace Owens apo jo? Po. A ka ne detyrim Candace Owens ndaj fëmijëve të shokut të ngushtë vrar? A do kishim të gjithë detyrim ndaj fëmijëve të shokut tonë? Po nuk e di një shoqëri që është patetike vlla ças Bovakir. Ças ke pa me sy videot e vjetra Candaces me Charlie, duket që janë shok. Po. Edhe kur është martu Candace, i ka thënë Charlie me pas një histori me njëri tjetrin vlla. Jo, sepse duket nga mënyra si ata kanë suportuar njëri tjetrin kur kanë gjetë bashortët. Ja motra e vlla. Kanë pas të lloj marrëdhënie. Ka shumë arsye që ne të mos mendojmë që kanë qenë në lidhje dashurie. Askush zi asgjë se ata mund të kenë bërë dashni, mund të kenë bërë seks vlla. Askush nuk mund të hyjë këtyre historive, askush se di. Po marrim atë që shohim. Ne jemi kundër gjërave të bukura, si puritan vërtet që jemi. Çdo gjë do. Çdo gjë ndodh. Tani ajo që dim ne është që Erika Kirk ka në dorë ca çelësa ku fuqia e saj nuk i mban dot. Ajo ka një organizatë e cila po zbërthet, po çmontohet, po demotivohet dhe po bëhet e papranueshme në Amerikë nga roli që luan Candace Owens ditë për ditë natë për natë, e cila gjithkohës bën një pyetje. Më ka thënë që të ndaloj gjë Erika Kirk? Sepse ka thënë ditën e parë që ka filluar, unë do ndaloj këtë punë, ditën që do më thotë Erika Kirk ndalo. Po. Tani po ty është podcastit të Candace Owens, çfarë do mësosh? Unë kam ndjekur çdo seri, që në shtator, mendoje. Që në shtator çdo ditë një seri. Jo vallai, s'jam aq i Ka bërë vetëm 2 javë pushim. S'jam aq i shmendur. Po unë e di pse marr këtë informacion. Sepse jam gjetur të them ty sot që Candace Owens nuk kishte çfarë thoshte më. I tha të gjithë. Ka një problem kur ti bën një podcast që zbërthej faqe pas faqe dosierin. Dikur mbaron, po, mirë. Mbaron. Ajo zbërtheu me detaje të gjitha indicet që do i duhet një hetimi të pavarur të vërtetoj kush e vrau Charlie Kirk. Ka shkuar deri në Tel Aviv, ka nxjerr dokumenta. Dhe e dyta,
ajo nuk ka lënë gjë pa bërë për t'i thënë gjithë amerikanëve që turning point po kërkohet kapet nga Izraeli për ta përdorur kundër votuesve të rinisë amerikane që ka filluar të zgjohen nga sionizmi. Domethënë, unë mendoj që misioni Kandan Soes duket në rënjen e cilësisë së podcastit në javën e fundit, ku ai nuk ka çfarë thotë në gjë të madhe. Përveç se gjërave piketa, pra ka ardhur një moment që mbaron ai podcast. Tani pyetja për ty është, në cilin moment u kujtua Erika Kirk, ti thot Kandan Soes, stop. Që Kandan Soes ka thënë që ditën e parë, unë do ndaloj vetëm ditën që më thot ajo stop. Kemi bë vetëm një gabim sot avokat, i kemi lënë komentuesit pas dore komplet. Okej, ndaloj unë, se unë më ngekam. Vajti 5 orë vlla regjistrim. Po futi komentet pyetjes. Po mbaroje logjikën që pastaj ta bëjmë. Po mos kam problem se vazhdojmë më nge. Mbaroje këtë logjikën e fundit. Erika i tha Kandancës ditën që Kandanca s'kishte çfarë thoshte më. Shifni, futuni ke podcastin, unë kam ndjek, ta them me grafik se e ka ajo podcast. I kishte rënë javët e fundit se s'kishte çfarë thoshte më, i tha të gjitha. Se ka dhe një çështje që s'ke çfarë thumë. Do thosh për gjë të re, po jo për atë se i the të gjitha. Dhe rasti konkret është që Kandanca ka vërtetuar që ky është një ekzekutim ushtarak i shërbimeve sekrete, me Deep State-in brenda, i mbuluar nga Deep State-i amerikan, i mbuluar nga Kash Patel si një idiot i dashuruar me një budallaqe që është në thonjza, që është e aset i Mossadit. Po. Dhe ky njeri e ka fundin e sigurt për shkak të degenerimit që është bërë si figurë nga Kandan Soes. Dhe dhënia dorëheqjes Ben Shapi, aty të Don Ben Johnson, si e ka? Andrea, si e ka ai mo? Don Bongino, se s'po vite emri. Tregon shumë lidhje me këtë hetim dhe Kandan Soesa i thuhet, i kujtohet Erika pikërisht kur kjo s'ka çfarë thot më. Po. Dhe çfarë ndodh kur bisedojnë këto dyja? Ky thot stop. Ndaloj thot. Pse? Sepse shkalla e shkatërrimit të turning point si reputacion nga Kandan Soes ka arrit pikat ekstreme. Transparenca financiare, lobingjet, historit e kanë degeneruar në atë farë diskutimi, kanë atë turning point që tash duhet filloj diçka që ta shpëtoj. A mund të shpëtoj se dim, a duhet shpëtoj se dim. Mbase s'duhet shpëtoj fare, i bën më mirë Amerikës, sepse mund të jetë kthyer në vegël të sionizmit. Mund të shpëtoj sepse tash sionizmi është toksik dhe ajo mund të dali të ruaj pozicionin e këtë nuk e dim. Ama gjë e dim. Po sikur të jetë Një amerikan si Erika Kirk, Miss, e ka shumë vështirë të jetë natyrale, siç do kërkonim ne, për faktin se në Amerikë njerëzit e televizorit janë thjesht manekin të regjisë, skenografisë, make-upit, inxhinierët, kështu funksionojnë atje. Të gjithë që shef ti, që bëjnë podcastet femërore, që dalin në televizor dhe bëjnë këto, është kjo gruaja e princit anglis që bën podcast për ushqimin, që s'di me gatua si gjë. Ke parasysh janë të gjitha projekte, sepse kështu funksionojnë. Amerika është vend i kukullave mediatike. Për mua Erika Kirk nuk ka asnjë kapacitet, talenti për të prodhuar një njeri natyrshëm para kamerave. Se ka. Se e zoti. Un kam shokë miq, kemi të njohur që nuk kanë talentin tim dhe tëndin për të bërë bla bla në publik. Po. Por kanë mendim shumë të fortë. Po. Do thot, talenti televiziv është tjetër gjë në këtë botë. Po kjo mua më duket pa talent fare vëlla. Po ç'po them pra? Është pa talent në asnjë lloj gjoje. O vëlla, talenti televiziv. Ajo talenti saj vetëm ishte që u martu me një njeri i cili dinte me marketu veten, a kupton? Ajo ka një podcast vetin që është femror, tipik nga ato të grave të shtëpisë. Nga këto kisha qeni dhe fëmijët. Tash ç'a preti talent nga një person që s'e ka. E di sa është numri njerëzve që kanë talent shumë i vogël. Pra ti mos kërko Charlie Kirk tek Erika Kirk. E dyta është një vegël e sionizmit. As kemi ide. Mund të jetë. Ka gjitha dhënat. Ka gjitha dhënat. Mund të ketë, ka gjitha dhënat. Mund mos i ketë. Është non me dy kalamoj. Po përballet me fuqinë më të madhe të votave të Amerikës që përcakton diferencën. I kanë dhënë një komand që se deshin. Po mirë, kapja e turning point nga lobizionist përsëri me Erika Kirk. Po. Ai godet konservatorizmin në Amerikë vëlla? Kemi ditë përpara që do na dali përgjigja shumë shpejt. Po ti si e mendon për shkak? Ja ta hapun përgjigjen. Nëse Tucker Carlson ftohet në eventet zyrtare ke marrë punë vëlla, kemi fituar betejën. Pse? Sepse Tuckeri e masakron dhe ka gjithë publikun me vet. Nëse Tuckeri censurohet, nuk lejohet të flasë këto evente,
do shkatërrohet vetë Turning Point nga brenda për shkak se reaksioni i audiencës së Turning Point është i gjithë 90% antisionist. Pra çka ka ndodhur? Gjatë muajit shtator deri në muajin dhjetor, për 4 muaj Candace Owens me Tucker Carlson kanë zbërthyer, jo vetëm këta dy, po i marr gjithmonë se na duhen 2-3 emra për t'u kapur si piketa se janë shumë të tjerë, e kanë zbërthyer totalisht sionizmin e të keqes amerikane në lobin e djathtë amerikan, në botën e krishterë amerikane, në ngjillorizmin e sionistëve të tjerë. Siç ta thash në fillim, analizë që bënte Tucker Carlson për çështjen e Katarit. Ta thash atë të Katarit? Po. Domethënë, jemi në fazën që tashmë është kryer puna. E ardhmja e Turning Point do të varet vetëm nga pozicioni i raport me sionizmin. Dhe më i paku. Pra, ne do ta kuptojmë brenda pak ditësh, di pse? Sepse për punë javësh ne kemi një event. Ftohet apo nuk ftohet Tucker Carlson. Ndërkohë çka ka ndodhur në Amerikë brenda këtë Turning Point? I kanë dalë jashtë kontrollit të gjithë Turning Point lokal qendrës. Pasi ata nuk duan me ditë më ka apo s'ka miliarder sionist hebrej nga mbrapa që japin urdhra se nuk pyesin më, ftojnë Tuckerin, ftojnë këtë, ftojnë atë, dhe ka filluar një zgjim i madh ke krishterimi rinor sionist që kanë filluar të heqin sionizmin nga vetja e tyre. 85% e sondazhit. E disa i rëndësh. 85% antisionist, krishterët e rinj amerikan brenda Turning Pointit. Pritet vasa ka dështuar misioni. Por tash kush janë të interesuar për të shkatruar Turning Point? Të gjithë ata që marrin efektin e tyre. Të kundërt, kupton logjikën. Pra ne nuk e dim, por në javët e vazhdim do ta mësojmë shumë shpejt. Pra nuk është diçka do të mësojmë më të ardhmen, do të mësojmë shpejt tani. Po në 2-3-4 javësh do të mësojmë neve. Po nuk u ftu Tucker Carlson, Turning Point fillon vetvrasjen. Po e ftun Tucker Carlson do thotë që të bëhet një mjedis i hapur debati. Je i Zotit dha pa faqohu. Probabiliteti që të ndodhi kjo e dyta është shumë e vogël. Jo, është e madhe. Edhe po ndodhi, është e madhe. Kjo e dyta do fillojmë pastaj pas Candansit edhe Tuckeri, pra u ka hyrë frika vlla. Jo, Candace tha tron shumë do vazhdoj se bëri një debat shumë të fortë, se tash Candace ka marrë kosto shumë të madhe. Se takimi me Erika Kirk de jure e bën të tërhequr tash ka kauza Candace Owens. Se ka ra dakord që të mos e godas më Turning Point si vrasës të Charlie Kirk. Pra organizata që kishte grupin brenda për të vrarë Charlie Kirk. Sali, je me vones vlla, je vetëm 5 orë 20 minuta me vones. Sa ka ardhur Saliu, do pyesa për ty ku është Sali Kura. Tregoj që e meriton atë emër. Sa për informacion. Po. Postimi që unë kam bërë për zonjushën tash, se kjo e vejushën, fal. 220.9 mijë riçi, 1900 komente, share dhe reactions. A kupton sa të mërshme është vlla? Pse? Të bësh për këtë lloj fytyre. Jo. Bësh për këtë lloj fytyre të ndizin gjithë shqiptarët. Bën një gjë për jetën e shqiptarit. Gashta kam thonë që atëherë mbi këtë histori do përcaktohet të ardhmja e Amerikës, vrasjen e tij. Ai ekzekutimi i tij publik është spektakli publik i sionit përballë Amerikës. Miga kundër Magas. Pa u mund Miga nuk ka për të pasur dhe Maga do të dështojë për gjithmonë. Po jo Maga, do të dështojë Amerika, po do të dështojë civilizimin perëndimor. Lufta midis Migës dhe Magës fillon ke varri Charlie Kirk. Që se di mas ku është. Pse? Sepse thuhet që është në varrezë katolike. Për të thënë se është një gjillor protestant, po çka kuptimi ka fjala katolike në këtë rast? E di ti? Ja. Katolike ka lidhje me Derkucat. Pasi është projekt katolik fjala Derkuc. Po. Sionistët ungjillor nuk e njohin Derkucin. E kuptove logjikën ti? Koncepti i rolit të tyre si Derkuca, që është katedrali e Parisit, është projekt katolik. Po. Dhe kalimi i Candace Owens nga protestantizmi dhe katolicizmit nuk ka të bëjë me diferencat më dha fetare, se sa vetëm me një diferencë, raporti me sionizmin. Ka shumë rëndësi kjo gjë. Pra nuk është debati pse Charlie Kirk kishte simpati për katolicizmin në rritje çdo ditë. Që s'ishte të bëjë thjesht me ngjyrat e pikturave në kisha, siç pretenduan këta. Kishte të bëjë me një shkëputje nga kontrolli totalitar, financiar i lobit sionist mbi ungjillorizmin sionist, që është i përfaqësuar në AIPAC si pjesa më e fuqishme, sepse projekti më i madh që u shpik vet Izraeli ishte kontrolli i krishtërimit, pra i politikave botërore me qeveri protestante të krishtera sioniste. Siç u kriju Izraeli, siç u ndërtu themeli i sionizmit. Pra, kur ne flasim për Candace Owens, për Charlie Kirk dhe për Erika Kirk,
kemi të bëjmë me një debat që lidhet me themelet e një betejë ku po të merret vesh, më gjë pak shpend. Po. Se ti ke ngrit një pyetje shumë të fortë, përse gruaja e burrit nuk kujdeset për hetimin e vrasjes burrit. Nëse vërtetohet që Izraeli ka dorë në vrasjen e Charlie Kirk, unë të siguroj që Izraeli do të merrte sanksione të padëgjuara në historinë e botës. Se s'do kishte, me fjalë, çfarë të ndalonte. Izraeli do të gjente vrajtore, do t'i vriste, do t'i zhdukte për zhdukur gjurmët, por do vendosësh një krizë e madhe diplomatike. Njësoj do ndodhe me Kennedyn. Pse? Sepse baza e sionizmit janë krishterët protestantë. Krishterët protestantë quhen martir Charlie Kirk. Apo. Dhe spektakli i vrasjes u bë që ai të shpallej martir, që ata të përdorin kundër të majtës, për të përçarë Amerikën dhe më thënë. Po u zbulua që këtë ka qenë një fals flag Izraelit, e di ku shkon Izraeli në Amerikë. Në një krizë që në 70 vjet nuk do krahasohesh me asgjë tjetër. Pra vrasja e Charlie Kirk nga ata po të fusi durët gruaja e vet, a ka fuqia të marrë këtë krizë ndërkombëtare, gjeopolitike të papërmas? Po, ajo do nxjerrë, do ta them këtë batutën, do ta them kafe tash. Se çfarë do nxjerrë ajo që të lutet për të marrë. Ajo do vazhdoi të bëjë teatrin që i kanë dhënë detyrë të bëjë. Se mund ta them vlla, po do. Se nuk ka ajo kapacitet të mbajnë kurrizët e vet, ngjarje gjeopolitike me tronditje, më fal, si quhet ajo e tërmetit, tektonike. Bravo Andrea. Tamam Wikipedia, tamam inteligjencë artificiale. Ti e ke fajin vlla. Tektonike, gjeopolitike botërore. Erika Kirk. Ajo, a është apo jo sioniste? Fjalia e fundit avokate. Më fal, ajo është apo s'është sioniste, është apo s'është lidhur me Izraelin etj etj. Kjo është e gjitha pyetje hapur dhe do shohim ditët vazhdim. Mund mos e shohim asnjëherë, po nuk mendoj që ka ndonjë rëndësi të madhe. E rëndësishme është çfarë do bëj Maga kundër Migas, e përfaqësuar nga grupi i madh që mbi varrin e Charlie Kirk arriti të deformojë një agenter, dhe këtu kanë një merit disa individ që duhet i pohojmë. Disa individ që solën Trumpin pushtet nëpërmjet narrativës tyre, në podcastet e tyre, dhe kjo është vlera e podcastit shpend. Po. Ishte që ata prodhuan. Çfarë vlerë ka ky imi amanën bur? Ke gabim. Këto që themin e tezat që ngrem këtu në kështu filloi në Amerikë. Tezë pas tezë derisa u krijuan narrativat zyrtare. Fal. Po ka pastaj na vrasin, na martirizojnë Andrean dhe ja. Ata e dinë shumë mirë që ata janë të vetmin armiq që kemi, s'kemi armik tjetër. E dinë, po na ndodhi gjë, s'ka kush na ketë vrarë tjetër. Apo shkërkon ky popull, apo shkërkon ky popull vëlla. Dhe dyta, ky popull është kaq pasiv ndaj asaj që themi ne, sa thonë, e më leni të flasin me muret, po flasin. Ja 10.000 veta i kanë zgjuar, apo vetëm 10.000 veta janë këta bashkë me shokët e tyre. Punë e madhe thonë me 10.000 veta s'kan ç'na bëjnë këta ne. Koncepti pra është këtu që e kisha fjalën. Ne do shohim shpend që një grup i madh takri kandidat ka një merit se arritën të deformojnë një agent të tërë të një deep state gigant. Dhe Trumpi këta i ka mbrojt me jetë. Takri është personi që mbrohet drejt për drejt, dhe Takri me pozicion vetë mbron gjithë tjerët. Dhe ai ka ndërtuar gjithë këtë network anti-miga në Amerikë. Në ditët që vijnë do filloj betejë e madhe për kontrollin e Kongresit dhe Senatit nëpërmjet primareve. Do kemi vërtetim apo rrëzim të vërtetave tona sa të dush, dhe do jemi në verifikim publik, kemi tru as kemi tru kur flasim për këto analiza, po ja fusim kot. Dhe unë kam vënë surratin tim para njerëzve, ke parasysh që mund të testojnë analizat që bëj raport me kohën. Deri tash mirë kam dalë me Sorosin, me çdo lloj elementi, me Amerikën mirë kam dalë deri tash. Shohim se do dalim muajin që vin, sepse kemi ngjarjen më të madhe në botë në 2026. Do merret vesh në nëntor ku do shkojë bota, gazetet që do ndodhin në Amerikë. Mund të dështoj komplet Trumpi, mund të dështoj komplet Maga. Pse? Sepse mund të ketë fituar Miga. Që po fiton? Po jo, ke gabim? Nuk e dim? Jo. Shif sondazhet, e di se është Miga në Amerikë. Po. S'ka ndodhur kurrë që të kesh frikë me financu nga i paku një kandidat sepse nuk do të votojnë njerëz nga inati që ke financuar ti. Është e kundërta asaj që ka ndodhur për 6 muaj më burrë. Ka ndryshuar komplet Amerika për 6 muaj nga këta njerëz burrë. Dhe Charlie Kirk, vrasja e tij që ishte për plan tjetër, ka prodhuar krejt kundërtën. Ndaj dhe unë Erika Kirk nuk e llogaris fare se ekziston këtë botë, sepse e di që tashmë se ka jo ndor lojën. Pra duhet ish aktor që ti jesh personazh. Po. A është ajo falso? Për mua, ajo nuk mund të mos jetë falso, se s'ka talent për të qenë natyrale. Do të flasim me prompter, do flasim me regji, do flasim me lexim, do qaj kur duhet qaj, do qesh kur duhet qesh.
Sepse ajo nuk është e aftë të jetë e natyrshme. S'ka kapacitet. Është teatr misash. Pra është inferiore. Po s'ka ajo, nuk duket ajo, nuk ka aftësi. Candace Owens ka humbur sot me ngjarjen e javës fundit shumë pikë në Amerikë. Po do i marrë shpejt. Pse? Sepse është detyruar të bëjë një tërheqje. Por mbase kjo tërheqje është dhe skenar. Pse? Se s'kishte çfarë thoshte më. Pra ju tha stop momentin që mbaroi dhe ajo për thënë që atë vazhdoi tash të merret me gjërat e tjera, sepse ti e di kush ishte kërkesa që tha stop. Po m'akuzon që njerëzit e mi kanë vrarë Charlie Kirk. Pra njerëz të Turning Point. Ndërkohë ajo është njerëz të kësaj, është njerëz të burrit. Ajo fut vonë në bord, që u bë drejtoresh. Po pra ka bë ca gafa ca gjona. Po dëgjoj, ajo po merr dorë diçka që ajo s'ka lidhje. Ajo nuk ka dhe Candace tha ka bë gabim. Është si Zengjinea thotë. Po ti do të ulesh gjithmonë tek batutat për kace. Unë s'do të krahasoj me Zeqinen. Unë e krahasoj me një mis shqiptar që del në televizor. Nga këto që paqja, bota dhe jeta. Sakt. E dyta, mund të jetë vegël i sionizmit, 100% nuk e dim. Babai thotë, nona vet mund të jetë ata që po luajnë lojën. Nuk e dim vlla. Kosovë ka një shprehje vlla. O nonës o babës, se Hajdaragës nuk i ngjanda. E fundit që do thoja lidhe me gjithë historinë e Erika Kërçit. Jepi vlla mbyllë që të lexojmë komentet. Për shpengashë, këto kanë për ty. Po. Njerëzit keq kuptuan dhe të akuzuan se ti po flisje në pozitat e një islamisti, kështu e përkufizuan. Vetëm ne kemi respekt për gjitha fetë dhe ky është emisioni i tolerancës më të bukur që ka parë në Shqipëri mbi muslimanizmin dhe krishterimin, kurse keni parë në nivelet tona. Ne kemi këtu muslimanë dhe katolikë që janë bë vëllezër me njëri tjetrin. Po neve jemi suporter të besimit fetar, këtu e kisha fjalën. Ne themi njerëzve besoni sa më shumë në Jezu, në Allah, si ta keni, po besoni sa më shumë. Bëni fëmijët tuaj besojnë sa më shumë. Dhe ne e kemi ideologji personale në jetën tonë që ta promovojmë besimin fetar. Unë si Altin kam propozuar që në vulën tonë dhe logon tonë të ishte fjala Zot, komb, familje. Besojmë Zot dhe duam që sa më shumë njerëz besojnë Zot. Dhe shpendi u keq kuptua për shkak se përtori batutën e islamofobisë që lidhesh me trashëgimin e komunikimit të Charlie Kirk, raport. Po pyetja është që a është e vërtetë kjo që nuk është islamofobi në Amerikë kur je krishterë, se ashtu është ndërtuar vetë krishtërimi atje. Dhe të themi edhe gjë, a mund të jetë një hoxh krishterofob? Po. A mund të jetë një prift islamofob? Po. Janë në natyrë. Pse? Për shkak të librave që besojnë. Këto libra përjashtojnë njëri tjetrin në një kuptim. Sepse besimi musliman nuk e pranon Krishtin si biri i Zotit, e pranon si profet dhe e respekton. Besimi i krishterë nuk e pranon si profet Muhamedit. Pra, po ti shohësh kur ti në thellësinë e besimit ke një lloj pozicioni kundër. A ishte Charlie Kirk islamofob? Unë nuk e besoj. Është Amerika që kishte një krishtërim që ka këtë narrativ. Është Europa e krishterë që ka këtë narrativ. Për shkak të rrezikut që ndjen në kërcënimin e identiteteve të veta të shkatërruara nga kjo histori dërkucësh, të cilët po shkatrojnë besimin fetar. Dhe Amerika është i vetmi vend që mund ta kthejë besimin e krishterë në themelet të besimit shoqëror, të një kulture të fortë, vetëm nëse të shpëtoj nga miga. Kaq e thjesht është. Pasi armiku i madh i migës është krishtërimi. Dhe shpika e sionizmit të krishterë, pra judeo-kristianizmit, është lufta reale për të shkatërruar civilizimin perëndimor. Dhe Charlie Kirk po zgjoi në dukje, më zgju përpara. Takeri po zgjoi në dukje, zgju përpara. Candace u zgju kur u zgju. Se është femër dhe është faqte. U zgju para një viti e gjys. Loja që po luajnë këta duhet të kuptohet që kështu funksionon një botë totalisht e kontrolluar. Në moment që ti je në komunizëm, ti mund të bësh disident të butë pak nga pak, se të këpusin kokën. Siç sionistët i këpusin kokën kujdo në Amerikë që e ngren.